të gjithë jemi dëshmitar se akta akuza s'ka të bëj me trafikim organesh, por është një reciklimi akuzave të mëhershme ndaj Ramushit, e Fatmirit dhe të tjerëve. Sot ata po gjykohen si çlirimtar, si njerëz që e kanë kapur pushkën për të mbrojtur pragun e shtëpisë dhe popullin e vet nga gjenocidi serb. Ushtria çlirimtare e Kosovës ka respektuar të gjitha konventat ndërkombëtare për luftë dhe asnjëherë nuk ka shkelur ligjet e luftës. Kjo u dëshmua në të gjitha gjykimet e deri sotme nga gjykata ndërkombëtare e vendore. Kjo u dëshmua fuqishëm edhe nga dëshmit amerikane, britanike në Haag. Gjykimi shfaqi botërisht që ushtria çlirimtare e Kosovës ishte partnere e NATO-s, Amerikës dhe Evropës. Dëshmit konfirmuan që ne ishëm dhe jemi partner të Washingtonit dhe Brukselit. Prandaj, liria Hashimit, Kadriut, Jakupit, Regjepit dhe të tjerëve është e vonuar dhe duhet të vi me njëherë pa asnjë vonesë shtesë.